Për të ndalur tek çiftet e reja, sa të përgatitur i shikoni sot për fëmijët, sa informacione kanë ata, por edhe pastaj për nënat e reja, gjithëdhënia, sa e rëndësishme është për bebin, pra për shëndetin e bebes, duke qenë se një pjesë e tyre po zgjedhin sot ndoshta edhe atë qumshtin formul, çfarë do ju rekomandonit ju? Pa diskutim që këto janë disa prej pyetjeve më të rëndësishme dhe më vinë shumë mirë që rrisni ndërgjegjësimin në një pikpamje të tillë në edukimin e prindit ndaj shëndetit të fëmijës. Është një temë tepër e rëndësishme. Do mundohem të ndalem në shtjellimet më kyçe të pyetjeve tuaja, kuptim plote dhe dobipruese për informimin e popullatës, sidomos grupi i interesuar prindrit. Prindrit e moshave të reja, pa diskutim që janë të mirë arsimuar në pikpamjen e zhvillimit të tyre arsimor dhe akademik. Por të jesh prind është artë më vete, prindërimi është artë më vete. Dhe pa diskutim që te prindrit e rinj ka edhe një lloj mungese të informacionit në mënyrën se si rritet fëmia, për arsye se janë të prirur që të bëjnë sërçe në rrjetet sociale, duke qenë se zhvillimi i teknologjisë ka arritur në më të mirën e qasjes së tij në popullat, por njëherësi ka edhe ato efektet negative të cilat ne si mjek pediatër, por edhe si mjek në përgjithësi dhe si profesionist dhe ekspert të fushës duhet edhe që t'i bëjmë të ditur. Duke qenë se shumë prindër të rinj mua më vinë me informacion interneti dhe ndërkohë që mua më drejtojnë një pyetje të caktuar, ata e kanë një përgjigje nëpërmjet internetit, po informacioni që është në detin informativ, mas mediatik, pa diskutim që nuk është më i saktë, pasi të përgatitesh mjek është një edukim i vazhduar, i zgjatur në kohë, tepër i vështirë, tepër i mundimshëm dhe pa diskutim që internetit dhe informacionit të gjetur në të i shpëtojnë element të caktuar të vlerësimit diagnostik. Kështu që në këto raste duhet një formim tërësor edhe i pacënuar në pikpamjen e dijes profesionale që ti të arrish në një konkluzion të duhur.